Ja goca një këte bera si tip fërgese të themi. I kam edhur specka, djath, ara edhe ullinj brenda. Unë e bera me ze, po nuk e di pse ma ka marrë pas ze këtë video dhe megjithatë speckat i kam dhënë pak fare, themi pak skuqje, sa u zbutën. Tu kam shtuar djathin grek, djathin e bardhë, të themi. Kam shtuar arët. Dhe kam shtuar disa kokra ullinj. Këtu do t'i gri të gjitha bashk në mix. Pas që i kemi grirë mirë, unë i kam bërë krem. Doli fantastike, unë e provova një qik, se unë nuk e ngra nga këto gjera që bera, se kam qik probleme stomakun, po që gjithsesi e provova. Edhe ja si na doli goca. Doli fantastike. E olla në pjatët. Edhe e kam hapur të gjithë kështu. Avash avash me lugë. Këtu i kam shtuar pak melograne, i thonë këtu, sheg, shqip, se s'po më vinte. Lartë. Tu i vura dhe pak nga ajo salata, i vura dhe 4 kokra ullinj dhe shiko si doli. I kam dhe ca ullinj tagjaski, italian, që jam pa bërtham, dhe kjo ishte pjata jonë.